mbrojtjen e vetës vetë në aparenës Ballukut. Në fakt, a i mbron vetën e tij. Tani, në duhet të rikujtoj shqiptarve, por edhe atyre ndërkombëtarve të cilët janë të interesuar për të vërtetat në këtë vend. Në vitin 2011, në vjetor të vitit 2011, fillim të janarit, pas një video të publikuar të manipuluar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli, në të cilin më falso akuzonin Ilir Metën për një rishfet që s'ishte kur i tillë, u faktua, për 700.000 eurosh. Ilir Meta, do t'ja u them ju këtu, pa ardhur kërkesa nga prokuroria, pa ardhur për hetim për imunitet, ka dhënë ndërheqje nga zëvendës kryeministër dhe ka heq dorë nga imuniteti. Në atë kohë, prokurore ishte Ina Rama. Dhe në rastin tjetër para Ilir Metës, Fatmir Mediu ka dhënë ndërheqjen dhe heqjen e imunitetit. Lulzim Basha ka dorëzuar imunitetin. Ndërsa Lubi Balluku as nuk jep ndërheqjen, as nuk shkarkohet, si që shkarkova unë Ilir Usmailin. Po, absolutisht, ju them ju, me dokumenta. Tjetër punë se në një akt njerëzie, unë njoftua si dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Sepse i vllajti, cilin unë e njihja vllajin e tij. I vllajti ishte kryetari i dhomës eksportov ose diçka kësaj natyre. Kishte bërë presion ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgëve për një tender. Dhe kishte kërcënuar atë. Ai e kishte regjistruar. Drejtori ishte njëri i ndershëm vërtet. Dhe e kishte regjistruar. Ku i vllai përmendte ministrin. Dhe ministri, në vend që të denonte vllain e tij, që i kishte përmendur emrin, shkarkonte drejtorin se kishte regjistruar. Dhe unë shkarkova ministrin. Dorëheqjen. U ktheva nga jashtë, dorëheqjen thash. Sigurisht. Ky është standardi normal. Po këto s'mund t'i mohojnë, s'do t'i mohojnë. Se nuk shërbejnë, se urdhë duke mohojnë këto, ja ku arritëm, kryeministër që bën avokatin, e ministrit ti. Gjykata kushtetuese është në ditën më të vështirë, për shkak të presioneve, kërcënimeve të shumanshme. Deklaroj këtu gjithashtu, se sipas disa dhënave, për personeli asaj gjykate janë përdorur për kompromitim edhe video absolutisht të ndaluara për përdorim.
për të imponuar dorëheqje, për të imponuar largim. Se tani, me këto regjistrime që bën skapi, mund të ndodhë çdo gjë atyre. Por kjo që u them është e sigurt. A e ka bërë skapi, apo ka ndonjë manjak aty që vën kamera dhe regjistrator, nuk i diu. Po janë përdorë.